Krerët e lartë shtetëror kanë uruar festën e Kurban Bayramit. Kryeparlamentari Afrim Gashi në urimin e tij thotë se me angazhim të përbashkët, të gjithë do të vazhdojmë të forcojmë bashkëjetesën, tolerancën dhe humanizmin në vendin tonë. Kjo ditë ndryshme sakrifice na kujton rëndësinë e besimit, mirësisë dhe kujdesit për të afërmit, le të sjellin ditët festive paqe shpirtërore, shëndet dhe begati në shtëpitë tuaja. Solidariteti dhe mëshira që e karakterizojnë traditën e Kurban Bayramit le të shërbesin zgjidhje për respekt dhe unitet edhe më të madh të ndërsjellët në shoqërinë tonë multikulturore. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj porosici që të mbështetemi te njëri tjetri, të zhvillojmë empati dhe solidaritet dhe të mbrojmë në thelb mirëqenien e të gjithë bashkëqytetarëve tanë. Si një festë dhënjeje dhe ndihme, Kurban Bayrami nxjerr në pah fisnikrinë e njeriut, duke na motivuar të kujdesemi për të gjithë anëtarët e komunitetit. Si shoqëri, ne gjithmonë jemi dalluar me solidaritet, bashkim, respekt dhe kujdes dhe duhet të vazhdojmë të ruajmë dhe kultivojmë këtë. Kryeministri Risjan Mickoski tha se vendi duhet të ndërtohet me mirëkuptim, respekt, besim dhe tolerancë të ndërsjellë dhe se kjo arrihet vetëm nëse jemi të bashkuar. Festa e Kurban Bayramit na kujton vlerat dhe parimet e vërteta në jetë, që janë të bëjmë vepra të mira, të ndihmojmë dhe të jemi human, sepse humanizmi dhe solidariteti janë cilësitë më të mëdha njerëzore. Komuniteti islam dhe të gjithë besimtarët e tij janë pjesë e këtij vendi. Prandaj duhet të shtrim dorën dhe të respektojmë dallimet, sepse vetëm në këtë mënyrë do të ndërtojmë një vend me qytetarë të lumtur dhe të kënaqur. Edhe përfaqësues të tjerë të skenës politike e uruan festën e Kurban Bayramit.